e në ndeshjet e nëntorit, Kosova në një farë mënyre do të futet me gjitha forcat për ta përmbushur misionin e plot dhe objektivin që e ka para vetes. E për më shumë detaje rreth përgatitjeve të ekipit, formës së lojtarëve, risive në shtabin teknik të ekipit dartan, tashmë kemi kënaqësinë që të zhvillojmë bisedë të drejt për drejt me drejtorin e kombëtarës së Kosovës në futboll, një herët edhe mikun e programit të sportit në RTK, zotin Muharrem Sahiti. Zoti Sahiti, në Savarat dëgjon, përshëndetje. Po Alba, po përshëndetje. Përshëndetje Muharrem. Përshëndetje Alind. Kënaqësi që sot të zhvillojmë bisedë kështu në distancë dhe do të flasim në tërësi për performancën e kombëtarës së Kosovës në këto eliminatore, por edhe atë se çfarë na pret në muajin që sapo kemi hyrë, dhe nëse flasim në tërësi për këtë vit, sa i përket performancës së Kosovës, qoftë në ndeshjet zyrtare dhe ato miqësore, si do ta vlerësonit atë performancë, cilat janë ato sinjalet më pozitive që kanë dalë nga këto përballje dhe ndoshta në cilat elemente kemi ende hapësirë për përmirësim. E para është kënaqësi të jem musafir juaj Alba dhe i Arlindit, dy gazetarë më profesionistë dhe më pozitiv që një. Prandaj do t'jem edhe une shumë i qartë në ato që ju kërkoni për opinionin. Sidoqoftë, kjo kronikë që vërtet ishte fantastike, edhe unë uroj që të vazhdojmë me këso kronika edhe në ndeshjen ndaj Slovenisë fillimisht. Okej, Muharrem, në aspektin taktik dhe strategjik, cilat mund të themi që janë pikat më të forta të ekipit në këtë vit, apo çka duhet ndryshuar në përballjen me Sloveninë, fillimisht po flasim për Sloveninë, po qoftë edhe pse jo me Zvicrën, nëse na jepet rasti me luftuar për vendin e parë. Një situatë çfarë jemi, Arlind, do thotë jemi në një situatë shumë të mirë, në një moment shumë të mirë të skuadrës, dhe këto patjetër që duhet ta shfrytëzojmë. Ne paraprakisht jo tash kohët e fundit ose kur fillon edhe zyrtarisht kampi në javën e ardhshme, do thotë me 6 në dorë, jo, po mendoj po. Duke se kemi pak probleme teknike në këtë linjë të drejt për drejt me zotin Sahiti, si që duke dikush për telefonon në këto momente dhe po e pamundson linjën e drejt për drejt që të zhvillojmë bisedë të drejt për drejt. Nëse zotin Sahiti e kemi ende në linjë të drejt për drejt, po pres regjin të na konfirmoj. Jemi ende në pritje të zotit Sahiti, ishim duke biseduar rreth pritshmërive të kombëtarës së Kosovës për ndeshjet e nëntorit. Dihet, siç e tham edhe më herët në kronik, vetëm një pikë i mjafton që të, edhe padyshim varet nga rezultatet e ndeshjeve tjera, për të mjafton për me siguru play-offin, së paku e me pas me shpresu dhe për pozitën e parë, pse jo. Pse jo? Edhe ajo pyetje ishte pikërisht e drejtuar te zotri Sahiti dhe po më duket se ishte në disponim të mirë për të përgjigjur. Dhe shumë entuziast dhe optimist. Nëse në këto momente nuk e kemi zotin Sahiti, duket që tashmë është gati, zotin Sahiti po na dëgjon? Unë s'po shoh veten aty. Zotin Sahiti po na dëgjon? Po, tash po. Okej, faleminderit. Nuk e di ku mbetëm, Alba. Ku e lame, ku në mbeti? Ishim duke folur për aspektet strategjike, se ku duhet të përmirësohet Kosova në ndeshjet fillimisht ndaj Slovenisë, në ose më pas me Zvicrën në shtëpi, duke paralajmëruar edhe kampin që do të nisë më herët grumbëllimi i ekipit dardan. Po, Alba, faktikisht ne pas përfundimit të ndeshjes me Suedin, qysh në ditët në vazhdim, do thot pas 2 diteve që kanë fillu pregaditjet. Do thot nuk është ajo gjithçka që fillon nga takimi zyrtar, por që ka filluar edhe më herët, sidomos nga stafi i kombëtarës, që ata e gjithë ne jemi të vëzhguar dhe formën, performancën e secilit lojtar, por që po interesohemi ose po interesohen në fakt stafi edhe për formën edhe luajnë e kundërshtarën në këtë rast. Po gjithçka që jemi
fokusum në këtë moment është ndeshja kundër Slovenisë. Pasi që e dim që një pikë edhe matematikisht na siguron play-offin, që është synim i yni fillimisht, nga se kjo varet nga ne. Ndërsa sa i përket atyre variantave që janë që Kosova mund të lufton edhe për vendin e parë, varet nga rezultatet e kundërshtarit këtë rast. Po ajo që varet nga ne është pikërisht luaja kundra Slovenisë, edhe thash një pikë eventuale neve na siguron edhe play-offin që do të jetë një moment historik për ne. Zoti Zahiti, Kosova nuk është që nisi shumë mirë këtë kampanjë kualifikuese dhe sa i përket konkurrencës në grup dhe rezultateve fantastike të tetorit, mendon që Kosova është në një pozicion të favorshëm dhe a duhet një ndryshim strategjik në kuptimin që të jemi më për tokë dhe mos të jemi shumë entuziast nga rezultatet e kaluara dhe kjo të na shpërqendroj më pas tek marrja e pikëve, sidomos ndaj Slovenisë. Është një mesazh nga ana juaj jashtëzakonisht i mirë, Alba. Pikërisht e kam thonë edhe unë më herët këto që po e thoni. Ne nuk duhet të na kap ajo euforia e njerëzve që dëshirojnë gjithçysh me pa Kosovën sa më lart, por ne duhet jemi me kam në tokë, do thot nga se janë 2 ndeshje jashtëzakonisht të vështira, ashtu që është për neve e rëndësishme, është edhe për Sloveninë këtë rast loj t'jesh apo të mos jesh, nga se Slovenia shkon për të arrit rezultatin maksimal përfitore, për të mbetë edhe me shpresë që edhe ndeshjen e fundit të bën diçka dhe të siguron në spaku play-offin, nga se për direkt nuk ka gjasa as teorike, kështu që nuk do të jetë një ndeshje e lehtë. Kemi përballë një kundërshtar që ka një eksperiencë, një përvojë jashtëzakonisht madhe, një pjesëmarrëse në kampionate evropiane e botërore. Kemi pa edhe në muajin tetor se çfarë kundërshtari është Slovenia. Sidoqoftë, edhe ne kemi momentin e mirë, unë thash edhe në fillim që jemi në një moment jashtëzakonisht mirë të formës lojtarëve që kemi. Performancën aktualisht që po tregojnë nëpër skuadra, edhe ai vetbesimi i tyre, nga se me fitu 2 herë radhazi prej Suedisë dhe një barazim kundër Slovenisë, t'jep një farë besimi që mundemi edhe më shumë. Nga se në fillim kur ka fillu ky kompeticion, vërtet kemi vlerësuar që është një grup jashtëzakonisht i vështirë, një grup që kemi thonë ne mundemi me metë edhe me 1 pikë, edhe me 2 pikë, edhe me 0 pikë, edhe mundemi edhe mu kualifiku, futbolli ka këto befasi, po sidoqoftë nuk është befasi për ne me ato që kemi dëshmuar në terren. Nuk është rasti me fitu 2 herë për një kohë të shkurtë kundër një Suedie. Kështu që jemi optimist, por gjithsesi ashtu që thatë edhe ju, të mos jemi shumë euforik, të punojmë në këtë drejtim, të menaxhojmë këtë moment mirë që na ka dhënë, edhe pse jo të mos arrim atë ëndër që e kemi shumë moti. Po shpresoj që do të bëhet edhe realitet, pse jo, ëndrat gjithmonë duhet edhe të shijohen edhe të synohen për të bërë realitet. Në bazë të kronikës, zotëri Zahiti, por edhe në bazë të kësaj çka deklarove, nëse e shikojmë edhe aspektin individual të lojtarëve, cili mund të themi se ka arritur pritshmëritë apo i ka tejkaluar ato në këtë kampanjë dhe cilët janë ata që ndoshta kanë performuar, nëse mund të themi, në nivelin që është kërkuar dhe si po menaxhohet kjo situatë e këtyre lojtarëve, nëse mund të themi kjo disbalanca mes këtyre lojtarëve. Tash kur analizojmë lojën, 2 ndeshjet me Suedin, atëherë nuk mund të kemi shumë dallime këtu, se cili ka qenë më i miri. Do të thotë të gjithë kanë qenë të mirë. Të gjithë kanë qenë luana në ato 2 ndeshje për mendimin tim. Do të thotë angazhimi, dëshira, ai shpirti luftarak, ai karakteri i lartë i këtyre futbollistëve dëshmoj që me angazhim edhe me një kompaktësi mund të fitohet edhe kundër më të mirit. Edhe këto e dëshmuan fush. Prandaj unë them se secili prej tyre ka qenë më i miri. Sidoqoftë kemi pas individ që ndoshta kanë pas punë ose obligime më të mëdha,
por që në fakt secili prej tyre ka qenë nivelin më të mirë detyrës dhe të kryerjes së obligimeve që u ka dhënë në fushë. Kështu që është një atmosferë e mirë, është një harmoni mes lojtarëve, po edhe stafit. Kështu që po menaxhohet jashtëzakonisht mirë. Në këto raste lunë rol edhe shumë selektorë që fatmirësisht e kemi Fodën që vërtet po e dëshmon dita ditës që është vërtet një ekspert i madh i futbollit. Edhe po i menaxhon situatat edhe në situatat vështira dhe edhe të mira. Prandaj jam shumë optimist që këtë ndeshje me Sloveninë do të bëjmë paraqitje të mirë. Të arrijmë atë synimin tonë që e kemi, nga se kjo mvaret prej neve, thashë edhe më herët që kjo një pikë mvaret nga ne. Nëse arrijmë një pikë, s'paku një pikë, nga se ne sigurisht do të shkojmë edhe për fitore, por një pikë edhe matematikisht na i siguron play-offin. E çka del më shumë, atëherë është diçka edhe më e mirë. Zoti Zahiti, sa i përket futbollistëve të rinj, kemi parë performanca të shkëlqyera të tyre në ekipin A të Kosovës dhe komponimin e mirë me ata titullarë që jemi mësuar dhe yjet që gjithmonë loja e Kosovës është mbështetur tek ta. Po cilët janë ata disa nga ata lojtarë të rinj që kanë shfaqur potencial më të lartë dhe mund të shihen si titullar në të ardhmen? Po në ata vërtet na kanë në përshqipje të mirë edhe këto pruljet e reja, edhe Hajdari edhe Abdullah, po edhe Gallopini që pat edhe ju në kronik që vërtet na ka fascionu me paraqitjen e tij. Kështu që thash të gjithë janë të mirë, po i përmena këta që kanë arrisur kohët e fundit të jenë pjesë e kombëtarës. Si do qoftë, ne po shpresojmë pas kthimit të lojtarëve që kemi pas mungesa, dhe kapitenit Ramani, atëherë skuadra jonë do të jetë edhe më e fuqishme. Nga se futbolli është lojë kolektive, edhe në këto raste nuk mund të bëjmë dallime në kuptimin se cili ka qenë më i mirë ose cili nuk ka qenë më i mirë. T'jam marrë një shembull shumë thjeshtë në ndeshjen e parë kur pësum me rezultat thellë kundra Zvicrës. Asnjë lojtar, as unë personalisht, as stafi nuk kemi mujt me gjetë cili ka qenë elementin më të mirë. Domethënë, asnjëri nuk ka qenë elementin e mirë. Dhe për këtë arsye e humbum lojën. Futbolli është një lojë kolektive ku duhet secili të jep maksimumin. Edhe kjo u dëshmoi në 2 ndeshjet, ku lojtarët kur dhanë maksimumin, vrapun, atëherë arritëm edhe rezultatin e mirë. E tash, secili prej tyre në një moment del në situata më të mira, ku mund thuhet që ka qenë lojtari më i mirë i ndeshjes. Për ne kanë qenë gjithë lojtarët më të mirë ndeshjes. Zotri Zahiti përmend edhe ndeshjet e muajit nëntor, do të jemi në fakt pak të hendikepuar pa portierin Arro Murić, megjithatë ju së bashku edhe me delegacionin e Federatës së Futbollit të Kosovës, me të parin e futbollit zotin Agim Ademi ishit në Gjermani, keni vëzhguar disa lojtarë të rinj, potencialisht po flitet për një portier që mund të vinë në Kosovë, a do të kemi risi në listën e selektorit të kombëtarës emra të rinj, nëse mund të themi, për ndeshjen me Sloveninë dhe me Zvicrën? Tash mund të ketë në të ardhmen, kjo është e drejtë e selektorit që të bëj listën edhe t'i ftoj lojtarët. Është e vërtet që ne nuk ndalemi, sidomos presidenti Ademi që vërtet ka një energji të jashtëzakonshme ku takohet edhe ka bisedat shumëta me shumë lojtarë. Unë e kom thonë edhe më herët Arlend që nuk duhet me damtu atë procesin që jemi në vazhdimsi të e zhvillu, që mos t'i pengojmë ata lojtarë, nga se disa e presin momentin kur mi thonë po Kosovës. Kështu që për kohë nuk do të jem gjendje me thonë kur do të vinë, por si do qoftë mund të ketë risi. Gjithçka që jemi të fokusum ne, tash jemi të fokusum të punojmë, të përgatitemi sa më mirë kundër Slovenisë. Për të tjerat, po besoj që do të vinë lojme të mira në të ardhmen.
Urojmë tjetë ashtu, Zahiti, jemi krejt në fund të kësaj bisede dhe për fund duam një mesazh nga ju. Cili do të ishte ai mesazh drejt lojtarëve, tifozëve, stafit për ta ruajtur optimizmin, besimin edhe shpresën që të arrihen objektivat këtë vit? Uroj që të arrihen edhe bashkarisht edhe të gëzohemi edhe të festojmë. Mesazhi im është si gjithmonë, edhe jo që ka mungu, por tash do të jemi shumë kompakt, shumë bashkum, se cili prej nesh, se cili prej jush, që këta djemë të i përkrami, nga se jemi në një moment jashtëzakonisht të mirë, të mos kemi asondarje, sfare në disa situata kanë dëshmu disa individ, por që Kosova është mbi gjitha, kemi ardhur në këtë situatë, jemi të bashkum të i përkrami këta djemë, që po na bujnë vërtet krenar. Prandaj mesazhi im është ky, që t'i mbështesmi këta lojtarë për këto dy ndeshje. Zoti Zahiti, faleminderit për kohën, për intervistën. Unë edhe Alba po bëhemi gati për vizat e Amerikës dhe kështu së bashku do të jemi po nduket në Amerikë. Vetëm të kualifikoheni, jeni musafir. Okej. Faleminderit shumë Zoti Zahiti, shumë deri dhe kënaqësi. Ishte kënaqësi. Natën e mirë. Ishim në bisedë drejt për drejt me drejtorin e kombëtarës së Kosovës në futboll, zotin Muharrem Zahiti.